3 nga 4 kandidatët për kryetar të komunës së Gostivarit, Valbon Limani nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, Sebajdin Dauti nga koalicioni Vlen dhe kandidati i pavarur Visar Ademi sot kanë nënshkruar kodin për zgjedhje korrekte dhe demokratike në një ceremoni të organizuar nga Komisioni Komunal Zgjedhor në Gostivar. Nënshkrimi i këtij kodi paraqet një zotim publik për zhvillimin e një fushate të ndershme, pa gjuhë rrejtjeje, presione apo manipulime gjatë procesit zgjedhor. I vetmi kandidat që nuk ishte i pranishëm në këtë akt ishte ai nga Partia e Majta. Në një përgjigje me shkrim, Darko Grujoski, kandidati i së Majtës për kryetar komune, thekson se nuk do të marrë pjesë në thirrjen e Komisionit Komunal Zgjedhor për nënshkrimin e dokumentit për zgjedhje të drejta dhe demokratike, pasi vetëm të Majtës që është ndaluar reklamimi politik me pagesë, gjë që para fillimit cënon barazinë dhe krijon kushte të padrejta. Kodi u nënshkrua dhe nga 7 nga 28 bartësit e listave për Këshillin Komunal, të cilin sërish nuk ishte i pranishëm vetëm ai nga Partia e Majta. Ceremoninë e hapi Gazmend Jashari, kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor në Gostivar. Personal i përshëndes djalin e tezës tim, profesorin e nderot, Visarin, edhe doktorin tim familjar që kom personal. Sidomos e përshëndes para bashkimin, shoqin tim Martinin, edhe djalin që kemi rrit Valdetin, dhe gjithë ju prezent që jeni të partive politike. Aisha Osmani, nënkryetare e Komisionit Komunal Zgjedhor, shpjegoi se kodi synon të promovojë zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike, dhe se nënshkrimi i tij obligon kandidatët të respektojnë rregullat dhe etikën zgjedhore. Sot jemi mbledhur këtu për një akt me rëndësi të posaçme për gjithë procesin zgjedhor në komunën tonë, domethënë për nënshkrimin e kodeksit për zgjedhje fair dhe demokratike. Ky kodeks paraqet angazhimin tuaj të përbashkët për të reflektuar parimin e barazisë, transparencës dhe korrektësisë në gjithë fushatën zgjedhore. Deshëm të theksojmë se roli ynë si Komision Komunal Zgjedhor është që të sigurojë kushte të barabarta për të gjithë kandidatët e komunës tonë në përputhje me ligjin dhe rregulloren që është në fuqi. Mirpo, këtë sukses të këtij procesi e garanton vetëm bashkëpunimi juaj dhe respektimi i këtij kodi. Prandaj ju lus çdo njeri prej jush me vullnetin e lirë dhe përgjegjësinë demokratike ta nënshkruani këtë dokument. Visar Ademi, kandidati i pavarur, tha se për te rezultati zgjedhor, qytetarët e Gostivarit duhet ruajnë unitetin dhe respektin ndaj njëri tjetrit. Dita e zgjedhjeve do të përfundoj, por bashkëjetesa do të vazhdoj. Prandaj nuk ka vend për fyerje apo ndasi. Uroj që të fitoj kandidati më i mirë, deklaroi Ademi. Gostivari është shembull në nivel republikan që nuk ka patur as ofendime, as sharje, ato fenomene deviante janë fenomene, por në nivel personal asnjë si kemi zbrit punën, topin, do dua dhe do dëshiroj që të vazhdojmë në këtë mënyrë, sepse kjo është e vetmja mënyrë që të piqemi edhe si shoqëri, edhe si komunitet, edhe si popull, që të lëmë një mesazh mrapa që do duhet të përçohen tek ato që janë, me thënë, struktura partijake, sepse ndoshta ato mund nxehen më shpejt në qoftë se ka një lloj deklarate ose një lloj diçka që mund të jetë më kështu e nxehtë si deklaratë. Por dua të them që në shoqëria, miqësia jonë do duhet të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve, prandaj edhe uroj që kjo të jetë fushatë e qetë, pa incidente, edhe të fitoj më i miri, patjetër. Kandidati i koalicionit Vlen, Sebajdin Dauti, u shpreh se sjellja korekte duhet të jetë shembull jo vetëm nga kandidatët, por edhe nga mbështetësit e tyre. Thot me këtë akt solem të nënshkrimit të kodeksit për zgjedhje fair dhe demokratike, zotojmë se do t'i respektojmë kodeksin, do t'i respektojmë kundër kandidatët dhe gjatë gjithë procesit zgjedhor do të jena korrekt ndaj kandidatëve, ndaj kundër kandidatëve dhe dëshirojmë një proces zgjedhor të drejtë dhe demokratik, edhe nga simpatizantët, për edhe nga gjithë tjerët. Ndërsa kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani e cilësoi nënshkrimin si formalitet, duke theksuar se normat e etikës politike janë vlera që duhet të kultivohen çdo ditë. Kodi për mirësjellje dhe kodi për të qenë korrekt njëri me tjetrin është kodi të cilën ne e kultivojmë gjatë tërë jetës tonë dhe me të gjithë edhe bashkëqytetarët tanë, por edhe miqtë tanë. Besoj se ashtu siç e kemi bërë në përditshmërinë tonë,
ashtu do të vazhdojmë edhe gjatë kësaj periudhe deri më 19 tetor, edhe besoj që deri atëherë askush nuk do të ketë asnjë arsye për të thënë se dikush dikën të ka ofenduar ose ka keq përdor këtë periudhë para zgjedhore. Fundja çdo njeri që do ta bëj këtë me paramendim ose pa paramendim, pa qëllim, mban përgjegjësi edhe etike edhe morale për veten e vet si personalitet. Unë zotohem, ashtu siç e kemi bërë gjithmonë, se ashtu siç kemi vepruar deri tani, do të vazhdojmë edhe tani jetu qetë deri më 19 tetor, por edhe pas asaj gjithmonë me gjithë respektin për çdo njërin prej nesh. Ndryshe, ceremonia përfundoi me një fotografi të përbashkët mes kandidatëve të pranishëm dhe përfaqësuesve të Komisionit Komunal Zgjedhor, një simbolike qartë e përkushtimit për zgjedhjet demokratike dhe paqësore në Gostivar.